Është një projekt shumë i rëndësishëm dhe i mirësardhur dhe jam e lumtur që po promovojmë në ditën e mësuesit në këtë projekt i cili udhëheqet nga Fakulteti i Edukimit tonë në Universitetin e Prishtinës, por është një partneritet edhe me Ministrinë e Arsimit, me universitetet e rajonit dhe universitetet avancuara në BE, përfshi ato të Finlandës dhe 2 shteteve tjera të zhvilluara, do të ofrojmë më shumë mundësi. Është një hub i cili ka një infrastrukturë dhe të gjitha kushtet për integrimin e teknologjisë në mësimdhënie, zhvillimin e kompetencave të mësimdhënësve, përgatitjen e materialeve digjitale dhe shumë gjëra të tjera. Për të bërë një përmbledhje pak më përgjithshme, kur fillova të merrem me angazhim menaxherial, hartuam një plan për zhvillimin e fakultetit, se çfarë duhet ndodhë për të realizuar tranzicionin drejt një fakulteti që për referencë merr një nga shembujt e mirë fakulteteve në për Evropë. Ishin 5 tematika kryesore në formë të përmbledhur. E para ishte përpunimi dhe përvetësimi i presionit që vije në formë të vazhdueshme në profesionin e mësuesisë. Një prej tyre është domosdoshmë edhe ideja e zhvillimit teknologjisë dhe digitalizimit. E dyta kishte të bëjë me avancimin e konceptit të vlerave në edukim, që puna e mësimdhënësve të jetë në harmoni me aspiratat tona shoqërore si shoqëri pro-perëndimore. E treta kishte të bëjë me promovimin e mësimit të diferencuar, që puna e mësimdhënësve të jetë në harmoni, që të jetë në funksion të përshtatjes së mësimit për nxënësin dhe jo e kundërta. E katërta kishte të bëjë me avancimin e konceptit të integrimit ndërlindor në programet e përgatitjes së mësimdhënësve dhe e fundit, por jo më pak nga rëndësia, kishte të bëjë me një kulturë ndryshe të funksionimit dhe ofrimit të programeve. Gjatë këtyre viteve, nga shkollat vazhdimisht kemi marrë informacionin dhe kemi dëgjuar për sfidat që kanë shkollat në infrastrukturë dhe në krijimin apo shfrytëzimin e mjeteve mësimore në punën e tyre të përditshme. Kjo është e vërtet në masë të madhe, nuk mund të mohohet. Nga përvoja ime këtu si dekan i këtij fakulteti, infrastruktura ka qenë pjesa më e lehtë e punës time. Kryesisht falë projekteve ndërkombëtare, si projekt ky që kemi sot i financuar nga Bashkimi Evropian ka ditë për zhvillimin e laboratorit cilin po e promovojmë. Sot në objektin e Fakultetit të Edukimit gjithçka është e re apo e rimodeluar nëse marrim pikë referimi vitin e pandemisë, e këndej. Në fakultet kemi çfarëdo pajisje që do duhet nevojiteshin mësimdhënësve e çfarëdo pajisje që janë të nevojshme për funksionimin e një fakulteti në vitin 2025. Kjo për qëllimin për të ecur drejt gjendjes ku temë diskutimi nuk janë kushtet e parakushtet, por synimet për të ardhmen, si zhvillimi i shkencës dhe inovacioni i fushës. Ku temë diskutimi është roli që luan ose duhet luajë Fakulteti i Edukimit në debatin për reformën e sistemit shkollor. Për këto, parimi punës së menaxhmentit ka qenë jo krahasimi me fakultetet tjera të edukimit, jo krahasimi me të kaluarën, por parafrimi me fakultetet përtej të ndërveshtimit. Ne sot po promovojmë më shumë se sa një infrastrukturë. Ne sot po promovojmë dhe po përçojmë 2 mesazhe kryesore. Mesazhi i parë është se në Kosovë mund të implementohet ndryshimi. Sado e vështirë që është në rrethonat e financimit, kapacitetet dhe angazhimit të shoqërisë për një arsim më të mirë. Se arsimi në Kosovë nuk duhet pajtohet e mjaftohet me gjendjen aktuale. Mesazhi i dytë konsiston në faktin se këtu si institucion ne po bëjmë ridimensionimin ton si Fakulteti i Edukimit e që në perspektivë do të jep rezultatet kundrejt kërkesës për mësues më cilësor. Sa herë kërkojmë rezultate afatshkurtër, në reformë gjasat për dështim janë më të mëdha. Për të ilustruar që ne po bëjmë hapat e duhur drejt rezultateve më të mira, kemi mjaft shembuj, por vetëm disa. Efikasiteti administrativ, ditë më shumë marrim raporte nga studentë se janë të kënaqur më shumë me shërbimet tona, puna me student bëhet në grupe më të vogla dhe stafi akademik ka të gjitha kushtet dhe infrastrukturën e nevojshme moderne. Kulturë institucionale drejt zhvillimit. Shembull kemi planifikimin e detajuar vjetor, strategjik, por edhe monitorimin e zbatimit të tyre në baza vjetore,
rekrutimi stafit profesional në funksion të përmirësimit dhe zhvillimeve të vazhdueshme, ndërkombëtarizimi në funksion të zhvillimit të vetanak, shembull kemi edhe projekte të shumta që kemi udhëhequr në role e formate të ndryshme, por asnjëherë pa u ndier inferior ndaj universitetet partnere në Bashkimin Evropian. Programe të reja me një standard më të avancuar, kemi fakulteti që kemi zhvilluar programin e përbashkët në nivel të doktoratës me diplomë të dyfishtë në Universitetin e Ljubljanës. E fundit, por jo më pak garancia, kemi punu fort dhe kemi shembuj të zgjerimit misionit të Fakultetit të Edukimit përmes ofrimit programeve për zhvillim profesional për mësuese drejtor, aktiviteteve të rregullta si webinare, konferenca vjetore, simpoziume, revista profesionale Eduforum që rishtazi u lansua dhe aktivitete të ndryshme që sjellin mësimdhënësit e drejtorët e shkollave në fakultet e fakultetin e afrojnë më shumë me realitetin e punës në shkollë. Por rolin tonë në sektorin e zhvillimit profesional të punonjësve arsimor në shërbim, dua të falenderoj Ministrinë e Arsimit, por dhe Ministrin Nagavsi që i besoi fakultetit këtë rol, duke ditur që në të kaluarën ka pas sfida të tilla, jo vetëm për mosgatishmërinë e Ministrisë së Arsimit atëherë. I want to congratulate first for this project, which is a very innovative project. University of Pristina is the leader of this project, which is funded through Erasmus+. Erasmus+ is a program that aims at improving and improving the cooperation among universities, as institutions, as students, as staff of the universities and higher education institutes in general. It's one of the most, if not the most successful European Union programs. And this is a real good example of how innovation is included in this program. So the priority of the Erasmus Plus program are indeed digital innovation, climate change, inclusion, and democratic participation. So this fits very well in the digital transformation, digital initiative. I am also grateful to be here today, the 7th of March, which is the National Teachers' Day in Kosovo. And here, especially in the Faculty of Education, where teachers are born professionals. Teachers do more than just teach. They inspire, guide, and shape the future. It's important to allow teachers to do their job with the proper instruments and with the proper training. And this project will support them in increasing their skills in digital transformation and digital education. We are confident that this project will be just a starting point, and this growth in digital education, digital skills, will continue through other actions in the future. Improving digitalization in education is one of the priorities of the Kosovo National Education Agenda, but also of the reform agenda of the EU with Kosovo. I want to conclude with one quote from Malala Yousafzai that said that you just have to have one book, one child, and one teacher to change the world. Now the book represents the instruments, and now instruments are wider than just books and pens. So this is again instruments to allow teachers and children or students to change the world for the future. So thank you very much for your invitation on behalf of the European Union. Congratulations for this project and good continuation. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe në emër të Bashkimit Evropian dhe ju urojmë sukses.